Doktoresha thot, unë e ku marrë patent shoferin me pagesë. Cili person e ka marrë patent shoferin pa pagesë? Pse të të regon dikush drejt? Po mu po. Ty po, mu jo. Unë isha një herë doktoresh, edhe pse më kanë, edhe pse dikosh për i familjarëve të mi, sidomos gruaja eme më ka këshillu që mos me thonë një gjatë tillë, po prapë s'po muj me nejtë pa e thonë. Doktoresha thot, unë e ku marrë patent shoferin me pagesë. E pranon? Ano lështi me analizu. Pra, ekziston akoma një dukuri e tillë. Kur është pajisa me patent shofer, s'po më intereson. Po mu po më intereson intelektualiteti i saj. A mund është me kuptu një njeri cili jep 60 provime në fakultet mjekësis, edhe nuk mundet me marrë një patent shofer me merit, intelektual, edhin ti që s'ka lëtë njerës që ka më në shokë të mi, që jenë intelektuali edhe më thirë në telefon, më thonë qësh me gjetë një njeri me marrë patent shoferin me pagesë për grunë, për dhomë, për këto, për ato. Ku pi marrin këta njerës të patent shofera? Edhin ti që ka njeri që është avokat, e nuk e respekton rregullën e përparësisë të kalimit, po hen në rrugë një kashe për ditë, edhe unë e shoh për ditë ato. Apo kupton ku është gjendja jonë? Na shpirtnisht jemi rob të mos respektimit të komunikacionit. Apo kupton, kjo nuk ka mosh, kjo nuk ka profesion. S'mbarmi as për mosh, as për profesioni këto. Këtu mbarmi për shpirtit tonë, për edukatës tonë. Qëta jemi na?